këtyre jehudive, të më thënë sikur është e gjumaja sot për ne. Edhe Allahu xhelle xhelalu i dha një sprovë. Ashtu sikur se ne edhe ne sprovona për shembull. Për i gjatë vogël e le gjumon. Një telefonat e leti çfarë flitë do e heq marsh leje. E në sprova. Apo tjetër edhe namazin. I bje telefoni lene namazin. Allahu na ruaj. Edhe këtyre, po me qenë se ishin popull që jetojshin ma shumë me peshkun. Edhe gjytin e peshkut e kishin kështu më program. Çfarë bën Allahu xhelle xhelalu? Çfarë sprova? Në ditën e shtunë, që këta ishin gjithë në ato ligjëratat e asaj kohë, del peshku atje në det, domethënë me gjujt pa problem. Lehet fare, si për ujtit. Edhe këta e lanë pejgamberin Musa a.s. edhe me vrap ke peshku. Pra edhe kishin të ndalume me gjujt peshku në ditën e shtunë. Allahu xhelle xhelalu thotë, po to a shofi hir zemrat e juaj unë? Ti ju sprovoj? Ja se s'po i din zemrat, keni parasysh. Por t'ju sprovoj të shihni edhe njëri tjetrin se sa burrni keni për fenë e Zotit. Çfarë pejgamberi lanë çdo gjë me vrap ke peshku atje. Këto janë sprova që na ndodhen edhe neve. Po domethënë nuk ka njerëz më besprem edhe sot e kësaj dite. Edhe thot Allahu xhelle xhelalu, ju thot e thyet besën. Dhe me të vërtet, edhe me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam e kanë thyer besën këto jehudët. Dhe me thonë, në asnjë mënyrë nuk ka mund që t'i zoj, sepse në asnjë vend ata nuk rrishin. Mi pa i kishte komshijet e ishin afër, ishte vendi plot. Derisa mas disa betejësh domethënë nuk dërtëruan që të largohen fare. Por shohim që edhe sot kanë bërë një marrëveshje. Sigurisht që është marrëveshje me hile. Edhe gjithmonë marrëveshjet i diktonoj që është më i fuqishmi. Por në mënyrë absolute nuk e njohin fjalën marrëveshje. Sepse më përpara nuk njohin fjalën njerëzi, nuk njohin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Se po të njihshin edhe pejgamberin e vet, Musa alayhis salam, edhe ata po ta njihshin, ndryshe do të ishin. Domthonjë çka hek Musa alayhis salam, edhe se si i ngriti, i bashkoi, i shpëtoi, i mbrojti. Këta, megjithatë, Allahu xhelle xhelalu thotë, ju jeni nga bespremin. E lanë adhurimin e Zotit xhelle xhelalu dhe normalisht adhurojnë vetëm dynjan. Por shohim edhe sot e kësaj dite që janë domet e kësaj bese që i kanë dhënë Allahu xhelle xhelalu. Sa të vete një të lashe, i kërkojshin Musa alayhis salam që të na i largoj. Do bëhemi shumë të mirë. Sa të maron dhe e belaja, ktheheshin prapë ma të gjendje që kanë qenë. Edhe po t'i shohim edhe sot, krejt domet, bankat që shërbejnë, të gjitha Allahu na ruaj, janë zjarr. Krejt për xhehenem. Domethënë nuk e kanë pikën e pikës hajrit. Po ta njihshin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, ndryshe do të ishte çështja. Pra, nuk do të silleshin në atë mënyrë me ata që falen, me ata që agjerojnë. Absolutisht. Por me qenë se nuk njohin asnjë lloj pejgamberi, asnjë lloj faltorie, dhe Allahu xhelle xhelalu ka anulluar në fakt çdo lloj adhurimi mbas librit të Zotit, mbas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, asnjërit nuk do t'i vlej pavarësisht se sa i sinqert mund të jetë. Ja, të fluturoj kështu në përcjell. Pra në qoftë se nuk thot la ilaha illallah, Muhammed Rasulullah, nuk i vlen. Ajo i ka vlejt
deri në atë minutë sa nuk kanë zbrit ajetet e para të Kur'anit. Deri atë minutë, ai që ka qenë i sinqert ndaj pejgamberit vet, ose Isës a.s. ose Musait a.s. le të vazhdojë. Ama deri atë minutë nuk ka vlerë më. Allahu xhelle xhelaluhu thot, unë po asil, thot njonin, nga mesi juj, e thot